për konjumsen. Tash çka ndodhi? Disa muaj, sepse çka ndodhi në këtë seancë është që Kurti dhe vetëvendosja kërkonin që ta votonin një qeveri me gjithatë të përkohshme deri në mars apo prill kur duhet të zgjedhet çështja e presidentit e me përbërjen aktuale nuk do të mund të zgjidhet. Një kërkesë e tillë apo një propozim i tillë, më mirë them, ka qenë bërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës qysh në prill. Dhe po të diskutohej, atëherë ndoshta ne do ta kishim edhe buxhetin e miratuar, as RTK-ja s'do të kishte problem, do t'i kishim gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të miratuara dhe do të kishte kohë pak më shumë për t'i përgatitur zgjedhjet në mars. Por u refuzua atëherë sepse edhe propozimi asaj kohe kishte vetëm një, nëse mund ta quaj kusht, që asnjëri nga liderët ose asnjëri nga kandidatët asnjëri nga kandidatët që ishte për kryeministër të mos bëhej kryeministër, pra as Hamza, as Abdi Xhiku dhe natyrisht as Kurti. Po të përmendej atëherë emri konjumsës, ndoshta do të ishte emëruesi i përbashkët që do të mund t'i bënte edhe subjekte tjera që të mendonin ta votonin atje, sepse konjumsa është njëri nga njerëzit më të pranueshëm, nga politikanët e vetëvendosjes më të pranueshëm nga subjektet tjera politike. Sot ka qenë shumë vonë. Sepse është diçka tjetër kur jo, e votojnë kur ti ulesh edhe kërkon marrëveshje, por nuk ta voton konjumsen me minister Anizogjanin e Kudionet të tjera që ishin pa marrëveshje politike, jo vetëm ministrat emrat të përveçëm, unë s'kam kur gjo kundër emrave, pse natyrisht se do të mund të propozohet nga lëvizja vendosje një kabinet më përmbajtësor ose po mendoj që ata kanë ditë që nuk do të kalon, prandaj i kanë propozuar disa emra sa për sy e faqe, por mendoj që të paktën një mësim duhet ta nxjerrë lëvizja vetëvendosje, se pa marrëveshje politike nuk mundesh me imponu asgjë. Kosovë, cilat ishin prapaskhena sot në kuvend? Këto tensione u pan në plan të parë, për korridore, a ka diçka që ne s'kemi parë dhe ju që s'keni arritur të filmoni nga diçka, nga ndonjë komunikim kështu, mos është që gjithë kanë shkuar aty duke e ditur që po shkojnë në zgjedhje, edhe kanë bërë një lloj farse, një lloj teatri.